Flini gjumë herët. Fra, tre dërkucët e vegjël e mundën ujkun dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Wow, sa i bukur! Na lexoj një tjetër. Në të vërtetë është e përvonë. Është koha të flem tani. Ne duam të dëgjojmë një tjetër. Të lutem edhe një tjetër. Aromi është më e mira në leximin e prallave. Urdhëro. Mirë pra, vetëm një përrall dhe pastaj do shkoni të flini. Në rregull. Shumë kohë më parë jetonte një familje rosakësh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aromi gjithmonë u it lulet herët në mëngjes. Ku është ajo? A thua të jetë akoma në gjumë? Meqense ajo ngrihet herët, mund të ketë shkuar tek dhoma e lojrave. Doja të isha unë i pari kësaj here. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas ka ardhur mëngjesi? Jo! Ej, djema, zjohuni, është koha të ha mëngjes. Më duhet ujse dhe lulet e mia. Të fjeturit vonë e bën dhe zonjushën e përkryer Aromi gjumashe. Nëse kontrolloj gjumin e tyre, unë mund të ul nivelin e energjisë së pastër. Unë mendoj se Aromi nuk është aq e përkryer sa mendon. Por ku është ai patatka? Fjeta si qysh. Ti gjumash. Më pëlqen të rri deri vonë, të ha dhe të luaj. Prandaj e për gjumash ti. Bo, e gjeta. Do t'i bëj ata mistreza të flen gjumë vonë dhe të zgjohen vonë. Por si? Germs pow wow! Germs pow wow! Mold pow wow! Mold pow wow! Germs pow! Mold. Mold wow! What will we make to pollute today? Germs pow wow! Germs pow wow! Mold pow wow! Mold pow wow! Germs pow! Germs pow! Mold wow! Go, go, go. Let's infect and pollute all day. Shpikje e sot me është treguesi prallave. Do t'i ta i shfaq nga një përrall të ndryshme. Shfaq një përrall? Por ai duket si një libër. Jo, është më argëtuese se sa një libër. Ky shfaq përrallat. Ta shikosh vetëm një herë, bëhesh i varur prej tij dhe nuk do flesh. Nxitoni dhe çojeni fshehur atje. Po zotri. Urdhëroni, ja ku e keni mëngjesin. Wow, faleminderit Agel. Kur stërvitet do mëngjes është i uritur. Aromi, mos je sëmur? Jo, jam shumë përgjumësh sepse qëndrova deri vonë duke u lexuar këngëve. Atë djem ka shumë mundësi që nuk janë zgjuar akoma. Akoma po flen, do shkoj dhe do t'i zgjoj me një herë. Kametje. Edhe unë dua të pi ujë. Sa është ora? Ej, çuna, ka shumë që ka kaluar mëngjesi. Jeni vonë, pra nxitoni dhe shkoni të hani. Unë nuk kam uri. Shokët tuaj po ju presin, eja të shkojmë. Në rregull, le të shkojmë. Përse nuk bani? Mund të ha më vonë. Jo, ju duhet të zgjojeni herët si unë. Po ti ishe i fundit dje në mëngjes. Ej, djema, nesër në mëngjes, kush vjen i pari këtu do të hajë ushqimin e tij të preferuar. Si mendoni? Po, nëse ngriheni herë do të hani për mëngjes ushqimin tuaj të preferuar.
Nëse unë fitoj do I kërkoj Angelit të më bëj akullore. Kurse unë dua kek me mollë. Unë dua biskota. Të shishme. Unë dua të fle herët. Nga që u zgjuan vonë? Nuk po na flihet fare. Numërojmë deri në 3 dhe të flem. 1, 2, 3. Pse nuk po flini? Duko, nga si nuk po fle. Do doja që Aromi të na lexonte diçka. Çfarë është ky libër? Wow, sa I bukur. Le ta lexojmë atë. Përshëndetje, fëmijë. Ky nuk është libër. Kjo është e drejtë, unë nuk jam një libër, unë jam treguesi për rallave. Treguesi për rallave? Na ishte një kohë ku jetonin 3 dërkuc. Ata ishin shumë trima dhe nuk ishin frikë nga asgjë. Ata shkonin në vende të bukura çdo ditë dhe bënin aventura të mrekullueshme. Një ura për 3 dërkucat! Të duhet libri me parcaleta? Po, e lash në katin e dy. Ej, Djema, çfarë po bëni këtu? Çfarë po shikoni? Përshëndetje Duri, Kedo. A doni të bashkoheni me ne? Një ditë të bukur, një karrot vikinge I trëmbi shumë dërkucët, po një kalorës tri me emrin Duri erdhi dhe I shpëtoi ata. Karrota vikinge donte që të rëmbente princeshën. Ej, Djema! Djema! Gjoni! Le të ham mëngjes! Ku janë 3 dërkucat? Edhe Duri me Keron tani? Le të zbulojmë se çfarë bëjnë natën këta djema. Në rregull? Në rregull! E dia, që kur ata mistrec kanë filluar të rinë të luajnë natën nivelet e energjisë së pas të ram. Tani, erdhi vërtet koha për Sulmin e botës! Pa shikoni pak, dritat janë akoma të ndezura në dhomën e lojës. A mos po luajnë akoma ndonjë lojë? Le të kontrollojmë. Lekëshu Bërbarda ja mori mollën shtrigës dhe e kafshoi. Çfarë është kjo? A mendoni se Bërbarda bëri mirë që mori mollën? Fëmi, nga kjo Ka diçka që nuk shkon me ta. Po çfarë po ndodh? Breaknews! Kokoma, shokët e tu vdesin për treguesin tim të prallave. Unë e prisja këtë, prandaj kam ardhur I përgatitur. Hej shok! Robokong, mobilizohu! Çfarë është kjo? Robokongu I fshehur është strategjia juaj. Treguesi prallave sulmo! Oh, jo, Robocop! Robokongu po flej gjumë? Gjumë të ëmbël, Llamarin. Në rregull, vazhdoni sulmin. Çfarë ka I qenush? Si të duket strategjia ime? Çfarë? Një strategji? Patatkë dhe treguesin e prallave drejt. Po zotri!
Filloj! Jo drejt nesh! Treguesi parallave transformou! Përshëndetje. Përfundimisht fshati Sing Sing do të bëhet... Treguesi prallave kape atë qenush! Jo qënka, a i të hipnotizon me sy. Robokong, tani! Në rregull, spurco ajër të freskët. Nuk ka mundësi, isha ka qafër fitores kësaj here. Do fitoj herën tjetër! Ne kishim faj. Na vjen keq. Nuk ka gjë. Si ju duk strategjia ime? O, Mongu, u tregua jatash. Nëse rini deri natën vonë, atëherë do zgjojeni vonë dhe do humbisni Oreksin. Pra siguroni që të flini herët, shok.